Hetuesit e stacionit policor Prizren kanë marrë informatë se një person posedon armë të kundërligjshme. Lidhur me dyshimet është njoftuar prokurori i shtetit dhe më pas është marrë ordëresa për kontroll nga gjyqtari i procedurës paraprake. Zëdhënësi i policisë në Prizren Veseli Gashi më 13 mars 2025 është zbatuar ordëresa për kontroll të shtëpisë së dyshuarit dhe objekteve përcjellse. Gjatë kontrollit janë gjetur armë, municion dhe mjete të tjera të dyshimta. Konkretisht janë gjetur një pushkë e gjuetis me 20 fishek, një pistolet e kollë special 99 dhe 20 fishek, një pistolet M57 me 48 fishek, një gëzhoj 100 fishek, një shufer me hapje, një thik me gjatësi tehu 21 cm. Për realizimin e urdhër kontrollit është njoftuar prokurori i shtetit. Në këtë rast janë sekuestruar armë, municion dhe mjete të tjera dhe janë filluar hetimet për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll, posedim apo shfrytëzim i paautorizuar i armës. Është me rëndësi të cekat se i dyshuari i rastit me inicialet SM, mashkull 40 vjeçar, është arrestuar më datën 3 mars 2025 për veprën penale, lëndim i lejtë trupor, dhunë në familje dhe i njëjti ndodhet në Paraburgim, Pohën Gashi.